Nga 130 konkurrentët që garojnë në edicionin e dytë të konkursit ndërkombëtar të dirigjentëve Nikola Zoraçi, dy prej tyre janë shqiptar. Armando Broshka, violinist i njohur, tregon ëndrrën e tij për dirigjimin dhe thekson se ky konkurs është një hap përpara drejt realizimit të saj. Përpara juris, ai interpretoi dy suita të mëdha të repertorit botëror për harqe, Serenata për harqe nga Tchaikovsky dhe suitën Holberg nga kompozitori grig, të cilat konsiderohen ndër pjesët më të vështira për muzikantët. Kisha për kënaqësi të merre pjesë, ishte një shans që u dha, edhe kjo për mua ishte pothuajse gjithçka në fillim. Pastaj kam pa konkurrentët, është e habitshme se shtria gjeografike ishte nga Australia, Britania e Madhe, gjitha Europa dhe gjitha Azia. Kuptohet që niveli ishte shumë i fortë. Adrian Shur, gjithashtu muzikant hungarez, do të testojë aftësitë e tij në këtë kompeticion prestigjioz. Ai rrëfen se për konkursin ka mësuar nga rrjetet sociale dhe është rikthyer në dirigjim pas një periudhe larg muzikës. Kam studiuar dirigjim në një konservator rus dhe kam pasur një karrierë në muzikë, por rreth moshës 36-37 vjeç, u ndjeva sikur nuk më përkiste dhe u tërhoqa. Por në vitin 2023 vendosa të rikthehem në dirigjim dhe që atëherë po ndërtoj karrierën sërish duke marrë pjesë në konkurse, duke krijuar lidhje profesionale. Sot mbyllet faza e parë e konkursit, ndërsa nesër në 11 tetor do të shpallen 15 gjysmëfinalistët që do të vazhdojnë garën dhe të dielën pritet finalja e madhe, ku do të shpallet fituesi i edicionit të dytë të konkursit Nikola Zoraçi.